Labinon, si e ke parë gjestin që bëri, po themi, Jozi duke i goditur me shëplak banorin e Big Brother Gjestin? Gjesti më i shëmtuar, më i protestuar nga ana ime edhe më i gjykuar nga gjithë artistët, por nuk duhet të bëjmë apel që të vim për Prishtinës, për Gjermanijës, edhe të vim para Top Channelit, edhe të bëjmë sulme, dhe më thënë, ne shqiptarët duhet bëjmë pace, edhe me pace mujtë të arrim gjitha. Dhe më thënë se ne kemi bërë pace edhe me Anton Qetën, edhe kështu me radhë. Dhe më thënë, atë gjestë që e ka bojë Zofin Marku, tani duhet të unë më shumë ti e gjykoj dhe më thënë Rozanën edhe Laertin, sepse kanë mundur të protestojnë, të kundërvështojnë, më thënë të bëjnë një gjest aty, ata kanë qenë si mos të ndodh asgjë, kurse Gerta, po ka qenë shumë okay për mua, respekt shumë të madh për atë zonën edhe Eglin, kanë qenë, me njerë kanë dhënë imazh të mirë dhe kanë arritë që Jozi ta ndalë, sepse unë sa e njoh Jozin, unë besoj që kishte vazhdu dhe më tutje ta godas Gjesin. Për familjen e Gjesit është diçka shumë, sepse ne jemi të gjithë babaj i dikujt, edhe duke pas vështrim në galar që po të ishte quni im, Allah dhe kofta asaj nënës dhe babait të Gjestit, të cilin kam pas gërim, edhe Allah dhe kofta Gjestit që në fund, kur doli, tha unë duhet të hi, unë duhet të dali ashtu që shkam mirë, edhe duhet të dali ashtu që shkam hy në fillim. O kjo ka pëlqyer shumë, edhe unë besoj që Gjesti në fund do t'ja fal, nuk besoj që do të ketë mundësi të performoj më me Gjestin, të cilin e ka pas mundësi, sepse ai doli edhe e pa, doli jashtë edhe e pa se emër ka famë sa është në media, sa është përfolur Gjesi, dhe kur ka hi me një strategji shumë bukur Jozi, por e bëri sikur ajo kafsha që qet shumë tomër edhe në fund me komën e godet atë tomën dhe gjun gjitha. Kjo është ajo. Labinot, ju tha që kam pasur bashkëpunim me Jozin dhe e njoh mirë. Jo, nuk kam pas bashkëpunim, po në muzikë, domethënë po ne kemi punuar dhe kemi flajt bashkë me një banesë, kemi hangër bashkë, kemi çaj hallet bashkë. Unë si personalitet nuk e shoh që shpirt keq ka. Nuk e njoh ashtu, por e njoh si një djalë që është moment mund të ndodh, në afekt mund ndodh çka prej atij, sepse ka pas raste edhe në brëmje sa kemi qenë, ka qenë gati për të acaruar me disa nga publiku, aty që kemi pas, por ja Allah Zotit që s'ka ndodh, por mund të ndodhë në anën psikologjike, sepse kur nuk e votuan atë, dhe duke pas parasysh Kimi Lordanën që ishte në lidhje, mu të them aty edhe martesë që kanë bërë, duke pas parasysh që ai ka qenë aty dhe një martesë verbale, apo di unë e kanë bërë aty, edhe sa për opinion apo për like apo di unë, edhe unë mendoj që kanë pas mes tyre simpati, edhe duke dalur aty, duke acaruar pak Rozana, jo mos e hap derën, jo hap e nën tjenë, edhe ajo është moment që vjen këtu prej të dashun që i ke, vjen i natë që ki up, nuk je në nominim, nuk je në finale, edhe ajo është moment edhe duke pas parasysh që Jozi dhe ushtron, boks edhe ushtron kickboks, dhe sigurisht që një person që ushtron mund të rrezikon çdo personi që s'ka ushtruar kurrë. Edhe unë Gjesin, unë them që Big Brother i këtij edicionit është Gjesti, unë mendoj që nuk do të kishte shmëri mos të kishte Gjesti, më thënë, edhe kam një thojza, kam hipotetikisht them që nuk e di, po mos ndoshta, them inshallah Zoti jo, mos është edhe nga produksioni organizuar pak tu dalë mu acaru pak me Gjestin, por Jozi nuk ka pas kontroll aty dhe ka rrahur më shumë, që është gjëja më e keqe që ai ka
ka rënë në kokë mbrapa që ai do të ketë pasoja më tutje. Do shta tash në moment jo, po më tutje jam sigur që do të ketë shumë pasoja. Labinot ju tha që Jozi ka qenë i dënuar. A dim sa vite ka qenë i dënuar dhe në cilin shtet? Besoj që mbi 3 vite. Në Zvicër, edhe ka ndales në Zvicër, sa e dim. Pra ka ndales që të mos shkojë në Zvicër? Po. Po 100%. dënimi i tij ka të bëj, po themi, me natyrën e tij, siç u shfaq në Big Brother, pra me dhunën, me shuplakën, me të kësaj natyre. Ato nuk jam i përkujdes, nuk mund të flas më shumë sepse nuk punoj në organet shtetërore të Zvicrës, edhe nuk di saktësisht, por sa i di, ka qenë e bukur. Ato e di sigurt. Labinot, po themi, pas këtij incidenti ka pasur shumë persona të cilën e kanë mbështetur Gjestin sigurisht. Dhe ju mendoni Falni. po. Më falni, po tjetë i Kosovës, po tjetë i Shqipërisë, po tjetë i Maqedonisë, po shqiptar. Unë nuk e përfaqësoj, as nuk e dëgjoj dhe nuk e lexoj komente që personat apo publiku e don Gjesin. Unë jam kundër dhunës. Unë jam kundër përçarjes të një kombit. Nuk mund të jetë Gjesti as Jozi, domethënë nuk mund të përçarë shqiptarinë. Shqiptarinë e përfaqëson Ademi Ashari, Hasan Prishtina, Ismail Qemali, Skënderbeu, edhe shumë Hasan Prishtina të tjerë, Sabo Litini, e kështu me radhë, Toni Emici. Nuk e përfaqëson Jozi as Gjesti, po e përfaqëson ashtu si e Seka pak më parë. Shkodra, Tirana, Presheva, Bujanoci, ne jemi një kombë. Ti me shku në Bujanoc, nuk i ke vetëm flamuri shqiptar. Tasmet e tona po në vetëm me flamur shqiptar, që po edhe me flamurën e Kosovës sigurisht, por ne, baba ime dhe shumë baballarë të tjerë kanë vdekur për çështje vetëm për një ideal, për idealet janë për bashkimin e trojave kombëtare. Nuk mundet një Big Brother të përqarë kombin shqiptar. Ne kemi çështje më të rëndësishme të flasim, cilat para disa ditë është vrarë një vajzë, është gjuajtur ka rarë për një 10 kata, nuk e di sa kata. Ne kemi problemet e tjera, shtrejtimin e rrymas në Kosovë, mbi 18%. Ne kemi probleme shumë, hallet shumë të tjera të cilat nuk mundet një familje me një rrogë 300 euro me përballu, domethënë muajin asnjë javë, domethënë jetesë në Kosovë. Edhe e këto tjera. Labinot, shumë faleminderit për intervistën dhe të uroj punë të mbarë. Kënaqësia ishte imja. I uroj edhe ju bëj apel gjithë artistëve, mos bëni apel për përçarje, po bëni apel për falje dhe bashkim. Ju lutem gjithë artistat, nuk ka të shqiptaria përçarje. Edhe mos përzini fenë me kombin. Jo kyçin, jo Allahu Ekber, jo kudim. Ne kur s'kemi pas përçarje ortodoks, katolik, musliman. Për gjitha ne jemi shqiptar, kemi shqiptar. Besimi është personale. Këtë apel bëj. Faleminderit shumë.